Pritje si erdhi funi. Të gjithë ata individ që kanë në pronësi një pasuri të paluajtshme, tokë ose ndërtesë të regjistruar, mund të bëjë procesin e rivlerësimit me 5% nga 15% që ishte në të kaluarën deri në fund të këtij viti. Ndryshe nga sa pritej, rivlerësimi do të bëhet me referencat e vjetra që janë aktualisht në fuqi, thuhet në vendimin e Ministrisë së Financave. Në rast se individi zgjidh që rivlerësimin e pasurisë ta bëjë ASHK-ja, ai bëhet me çmimet minimale fiskale që janë në fuqi në momentin e kryerjes së procesit të rivlerësimit dhe në përputhje me përcaktimet e udhëzimit përbashkët numër 34, datë 29/12/2023, për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme. Në këtë rast baza tatueshme llogaritet si diferencë ndërmjet vlerës së dalë nga rivlerësimi sipas çmimeve minimale fiskale në fuqi dhe vlerës së zbritshme të përcaktuar në pikën 3 të këtij kreu. Ndërsa kur rivlerësimi bëhet me vlerësues të pasurive të paluajtshme, vlera e pronës mund të dalë edhe më e lartë. Në rast se individi zgjidh rivlerësimin e pasurisë nga një ekspert i licencuar, baza tatueshme llogaritet si diferencë ndërmjet vlerës së pasqyruar në aktin e vlerësimit të pasurisë dhe vlerës së zbritshme. Në çdo rast vlera pasqyruar në aktin e vlerësimit të pasurisë nga eksperti i licencuar nuk mund të jetë më e vogël se çmimi minimal fiskal. Për herë të parë në këtë proces do të njihet dhe amortizimi me 1% për çdo vit vjetërsie të pronës. Në rastin e ndërtesave çmimeve të referencës do t'i zbritet 1% e vlerës për çdo vit të plot shtesë përdorimi, duke filluar nga data e fitimit të titullit pronësisë për herë të parë. Zbritja për 1% do të aplikohet për të gjitha llojet e pasurive të paluajtshme ndërtesa. Kjo zbritje nuk duhet të jetë më e madhe se 30% e çmimit të referencës së përcaktuar në vendimin e Këshillit Ministrave 2 në zbatim të neneve 21.2.22 për sistemin e taksave vendore të ndryshuar. Aplikimi për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme do të bëhet online në e-Albania, ku përveç se aplikon për kryerjen e këtij procesi, gjithashtu kërkon të pajiset me kopje të kartelës së pasurisë së paluajtshme.